Mirë, do të shkojmë tani dhe të shohim pak një material shumë interesant të titulluar Bora e fundit dhe lulet e para, përgatitur pikërisht nga kolegja Roshi. Jam në Golën, aty ku pranvera bashkon të borën me diellin, me kënaqësinë që kjo qetësi e fund marsit dhe fillim prillit, të cijeli edhe më shumë banor dhe më shumë vizitor. Tashmë infrastruktura të çon në Golën nga dy rrugë, edhe nga rruga nacionale e Gjirokastrës, edhe nga autostrada e Jugut përmes Kuqit, Nivicës dhe Progonatit. Përmes Dëborës nga Progonati në Golën, përmes diellit dhe ripërthëritjes së natyrës nga Golëmi në Gjirokastër. Gjithçka i takon një rrugë që bashkon historinë, traditën dhe të sotmen. Fshati tash na kemi nostalgji këtu se jemi rritur, do me thënë kemi jetuar, kemi të partan, trashëgimin të gjithë. E rruga e re që lidh Golëmin me Progonatin? Po tash ish kanë ditë pëse. Na që ishte më shumë mirë. Përse më asfaltohet, se ishte deri në Golën poshtë. Po çfarë ka më shumë nevojë Golëmi sot në të flasim? Golëmi ka nevojë dy gjëra, rrugën që po marrën dhe ujë. Po të ketë ujë, njerëzit kthehen. Sa shtëpi ka sot Golëmi? Sot Golëmi po dimërojnë 5-6. 5-6 shtëpi. Dhe ndërkohë në total Fshati këtu ka pas rreth 200 sa familje.